që kanë marrë media tash për pamje, veç le turnojmë. Ka dalë dole. E kemi pak në ngusht se interesim i madh medial. Po besoj që dyqyshin zen. Opa. Çto bëjmë i vendosa? Po. Është pak si anash, ç'është. Faleminderit shumë Kuka. Faleminderit shumë edhe ne. Faleminderit. Se kemi tavolinën qaq të madhe për gjithë këta mikrofona, po ndoshta aty qysh ja dalim. Okej. Pluralizëm. Faleminderit shumë, faleminderit që po besoj që të gjithë jeni të rahatuar dhe keni gjetë hapësirë. Ju dëshiroj mirëseardhje zonja kryetare e Kuvendit dhe nga sonte në mesnatë edhe ushtruese e detyrës së presidentës së Republikës së Kosovës. Gjithnjë ka qenë një prej dëshirave të mia të mëdha që kurdo që dal nga kjo zyrë ta lë një grua mbrapa. Kjo dëshirë sot po më plotësohet. Edhe shpresoj shumë si shtot populli ta ngrehni komën zhag, edhe ju që edhe pas jush të jetë një grua këtu në këtë zyrë, me besimin e plot që gratë gjithmonë tregojnë kujdes të veçantë ndaj institucioneve në radhë të parë, po kujdes të veçantë edhe ndaj çdo qytetarit të Republikës së Kosovës. Në emër edhe të gjithë bashkëpunëtorëve këtu në presidencë, edhe shumë të tjerë që nuk janë për momentin këtu në këtë sallë, jo aq të madhe, por edhe gjithë administratës, ju dëshiroj shumë suksese për gjatë kohës që ju do të qëndroni këtu si ushtruese e detyrës. Nuk do të jetë punë e lehtë, edhe unë i kam provuar të dyja në vitin 2020 dhe një periudhë vitit 2021, pra atë jem edhe kryetare e Kuvendit edhe ushtruese e detyrës së presidentës. Sado që të dyja detyrat kanë sfidat e veta, të jesh kreu i shtetit, njëkohësisht ta udhëheqësh politikën e jashtme të vendit dhe ushtrinë e vendit e shumë detyra të tjera, duke filluar nga përfaqësimi i unitetit të popullit, janë përgjegjësi e jashtëzakonshme, në cilat ju dëshirojmë shumë sukses e shëndet në ditët në vijim. E njëkohësisht edhe shpresojmë shumë që Kuvendi i Republikës së Kosovës sa më parë që do të jetë mundur do ta zgjedh presidentin apo presidentën e re, me shpresën që të kemi stabilitet institucional në një kohë kur jo vetëm shteti ynë dhe rajoni ynë, por e gjithë bota po kalon kriza të mëdha. Kur unë kam ardhur në këtë zyrë në nëntor të vitit 2020, në fakt kanë qenë rrethana të jashtëzakonshme, siç e dini. Kurse sot po ju lëm pas një punë të jashtëzakonshme. Do të kemi mundësinë për gjatë takimit të diskutojmë për shumë procese që kanë filluar e përfunduar me sukses, po edhe për shumë procese që kanë filluar e shpresoj që ju ti vazhdoni sa jeni këtu, edhe kushdo që do të vi pas jush. I kemi këtu një numër të folderave me do të ja vetëm 1% të punës, sa për të filluar, që mbulojnë edhe politikën e jashtme, edhe pjesën e drejtësisë, edhe pjesën e mbrojtjes dhe fushat të tjera. Por çka është më rëndësi, ne do të jemi në dispozicionin tuaj të plot, edhe unë, edhe i gjithë stafi im, çdo ditë 24/7 për çkado që duhet për këtë shtet, për çdo informat, për çdo mbështetje që ka nevojë vendi ynë, sepse angazhimi për shtetin asnjëherë për ne nuk është lidhur me pozitat që i mbajmë, asnjëherë në këto më shumë se 2 dekada që jam në institucione publike, nuk do të jetë edhe tash tutje, kështu që për çkado që keni nevojë, jemi vetëm një thirrje larg. Ne do të diskutojmë edhe më në detaje sa i përket përmbajtjes së punës që ju pret. Megjithatë, na kemi pas bashkëpunim të mirë
Edhe në të kaluarën, edhe kur kemi qenë të dyja deputete, edhe kur ju ishit ministre, unë isha njëherë kryetare kuvendit, pastaj presidente, edhe në këtë periudhë që ju zgjodhet kryetare kuvendit, kështu që jam e bindur që kështu do të mbetet edhe tash e tutje. Ne kemi pasur, sikur se çdo institucion besoj, një ekip të jashtëzakonshme, e cila ka punuar kur pa ndalë, gjithmonë për te orarit të punës, mbi gjitha gjithmonë me përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj Kosovës. Shpesh herë atë puna atyre nuk shihet, nuk del në televizione, por suksesi vërtet institucioneve tona janë këta njerëz që nuk ndalen kur. Dhe sa i përket memorjes institucionale, ju do ta keni këtu administratën. Një administrat prej cilëve ka prej atyre që kanë filluar nga koha e presidentit Rugova. Pra një memorje institucionale, por siç e thash, për çdo çështje tjetër na keni në dispozicion të plot. Si që përmenda, këtë institucion e ka ndërtu presidenti ynë historik, si institucion të fort, si institucion me integritet, dhe si institucion me aleanca të forta, dhe ne sot të tillë e lëm pas dhe u adërzojmë juve. Ju uroj edhe njerë shumë suksese e shëndet. Faleminderit. Dashur presidente, faleminderit shumë së pari për gjithë punën edhe angazhimin 5 vjeçar që e bën shërbim të Republikës së Kosovës, shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës. Sigurisht që për Kosovën është shumë e rëndësishme që në krye të institucioneve të kenë njerëz që kanë integritet të lartë, moral, profesional, edhe që secilin vendim që e marrin e kanë parasysh shtetin edhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Tani, rrethanat kushtetuese imponojnë që kryetari i kuvendit të jetë ushtrues detyre i presidentit. Në këtë rast presidentes, unë e kuptoj përgjegjësinë, i kuptoj obligimet kushtetuese dhe zotohem që do të veproj në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi. Ne e dim që ky ushtrim i kësaj pozite mbahet jo më shumë se 6 muaj, por unë uroj që sa më parë Kuvendi i Republikës Kosovës të zgjedhë presidentin apo presidenten e Republikës Kosovës, sepse rrethanat që mund t'i presim pastaj nëse kjo nuk ndodh, pra me tekst të zgjedhjet e jashtëzakonshme, mendoj që nuk janë mirë as për qytetarët e Kosovës, as për vetë shtetin e Kosovës, duke pasur parasysh punë që i kemi ne para vetes. Me këtë rast, unë sërish i bëj thirrje grupeve parlamentare, deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, që sa më parë të ketë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Le t'i lënë anash inatet, dallimet politike, le t'i vazhdojnë ato pasi që ta kryejnë këtë obligim kushtetues. Por deri atëherë, natyrisht që siç e përmenda, unë do të angazhohem maksimalisht që përgjegjësitë që ka presidenti t'i kryej me seriozitetin dhe me profesionalizmin më të lartë. E përmendet presidenti që ne kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, edhe gjatë kohës sa kemi qenë të dyja deputete, edhe gjatë kohës sa unë kam qenë ministre e drejtësisë, sidomos në reformën drejtësi. E kur jemi këtu, jam shumë e lumtur që ndonse me vonesë, tashmë ajo që ne kemi nisur mbi ministenitën po merr kuptim, pra reforma në drejtësi po jetësohet. Jam shumë e bindur që do të kemi raste, momente tjera të bashkëpunimit. Unë jam shumë e hapur që me vazhdu bashkëpunimin me ju. Të uroj shumë suksese në angazhimin tënd, kudo që ju keni vendosur që ta bëni atë. Sigurisht që do t'ju kontaktojmë edhe ndoshta nuk do t'ju ngarkojmë shumë, por përgjegjësitë e presidentit, presidentes, dosjet që po i shoh këtu para vetes, e kam parasysh që puna nuk është shumë e lehtë, por me një përkushtim maksimal timin, kabinetit tim, si dhe administratës së këtij institucioni, jam e bindur që do t'i kalojmë çfarëdo sfide që ne kemi para vetes. Faleminderit edhe një herë për punën, kontributin dhe natyrisht që do të vazhdojmë sërish. Ne po ja u dorëzojmë simbolikisht kushtetutën, e pastaj kur na japin pak hapësirë mediat do të fillojmë secilën dosje një nga një. Pastaj i kemi edhe materiale të tjera që na presin në zyrën atje. Por siç e përmenda, kjo është dita e parë, ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë edhe në ditët pasuese për çkado që ka nevojë. Kështu që kjo është kushtetuta që ma ka dorëzuar mu Glauku. Kur e ka marrë detyrën prej tij, kur ai ka qenë ushtrues detyre, e të njëjtën po ta dorëzoj sot. Faleminderit.
Për glaukoniusën është fjala, se kemi një glauk tjetër këtu. E glauku që e kemi këtu ka punë me juve. Se është për media. Suksese. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit shumë.